Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në fakt në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet më interesante që po ndodhin në atë shtëpi. Banorët sot janë zgjuar jashtë mase të inatosur mes njëri tjetrit dhe një debat që është zhvilluar ditën e sotme në verandën e shtëpisë, konkretisht tek banaku i Lori Kafes, është debati mes Eglit edhe Rozanës edhe mes Gjestit. Rozana nuk e beson që brenda shpirtit të Gjestit ka një ndjenjë për Eglin, ka një dashuri. Ajo e quan falsifitetin e Gjestit për këtë rrugtim dhe qëllimi i tij është vetëm të merë çmimin e madh, qëllimi i tij është vetëm ta fiton atë çmim dhe të ndjekën rrugën e artit, apo ta pastron atë rrugën e artit që sipas Rozanës, në këtë fjalën që e thot, Gjesti e ka njollosur vet artin e tij dhe rrugën e tij. Tani, në ç'kuptime ka njollosur nuk e kuptoj. Në qoftë se Rozana i thot që e ka njollosur që Gjesti ka përdor lënë narkotike, nuk e kuptoj në ç'kuptim është njollosje. Por Rozana i thot që ti ke ardhur këtu dhe qëllimi jot është jo ti të lidhesh me Eglin, jo ti të krijosh një ndjesi dashurie me Eglin, por ti e ke qëllimin e vetëm të marrësh këtë çmim edhe të ndjekësh suksesin tënd edhe të bëhesh artist. Tani, që në ditën e parë kur Gjesti ka hyrë në këtë shtëpi, ka thënë që unë dua të marr çmimin për vete dhe për familjen, por familjen e ka thënë pak më në zë. Jo për veten e tij aq në zë. Unë mendoj që është më se normale që banorët të cilët bëhen pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, edhe unë nëse do t'isha nesër, qëllimin e parë do ta kisha të fitoja çmimin e madh. Nuk do ta kisha qëllimin e parë për të krijuar një lidhje dashurie, sepse unë mendoj që është një eksperiencë e cila të jepet një herë në jetë dhe të gjithë futen për të marrë çmimin 100.000 euro. Tani, se çfarë ndodhen në këtë rrugë, se çfarë lindën në këtë rrugë, se çfarë bëhet në këtë rrugë, si krijohet kjo rrugë, ajo mbetet mbetet një mesazh i cili ti të plotëson më pas. Për shembull, Luizi nuk hyri për të kap Kiarën. Luizi hyri për të fituar çmimin. Por Kiara ishte dhurata e Zotit, që Zoti kishte përgatitur që Luizi dhe Kiara të njihen në këtë format. Domethënë, është një format shumë dimensional, që qëllimin kryesor e ka një çmim 100.000 euro, por brenda këtij çmimit mund të kesh shumë gjëra të bukura në këtë mes. Mund të krijosh një dashuri, mund të krijosh pasion, mund të krijosh një shoqëri shumë të mirë, mund të krijosh një rrugtim krejtësisht tjetër nga planet që ti ke pasur, dhe jo më kot Big Brother është një skenar i pa shpjegueshëm ndonjëherë. Dhe në këtë rast, unë mendoj që Rozana ja fut kot kësaj gjëje, sepse Gjesti i thot gjatë gjithë kohës pse e ke frikën akoma nga unë, dhe unë mendoj që Rozana të gjithë këtë zënkën e ka vetëm për një qëllim të vetëm, sepse Rozana brenda vetes së saj e do Gjestin shumë, brenda vetes së saj ka respekt për Gjestin shumë, edhe gjithmonë Rozanës si ka pëlqyer loja me Gjestin, jo për interesa. As Rozana nuk e ka pas për interes. Jam shumë i bindur, unë besoj në aparencën e njeriut. Nuk e ka patur për interes Rozana, po thjesht domethënë e ka bërë që Rozana të kënaqet edhe të argëtohet në shoqëri me Gjestin. Ka dashur ta vazhdon shoqërinë me Gjestin pafund. Por ajo që ndodhi në këtë mes është fakti se Gjesti u afrua me Gertën dhe Rozana nuk e përballon dot këtë afrimitetin që Gjesti ka bërë me Gertën, dhe kjo gjëja e bëri që Rozana sot të eskalon nga normaliteti dhe të ofendon Gjestin në këtë mes. Unë mendoj që Rozana e do Gjestin ta ketë mik për vete, është e sinqert ndaj Gjestit në ndjesinë e saj, në shpirtin e saj që ka, dhe pa marrë parasysh çfarë të ndodhen, Rozana e do Gjestin shumë, e ka Gjestin xhan, e ka Gjestin zemër, dhe tani që Gjesti po qëndron me Gertën, Rozanën e irriton ky fakti, e acaron shumë ky fakti, edhe për atë arsye dhe Rozana po grindet me Gjestin dhe po e ofendon, le të themi, në këtë mënyrë. Unë jam shumë i bindur që në momentin kur Big Brother do të përfundojë dhe banorët do të dalin jashtë shtëpisë së Big Brotherit
për të nisur jetën e tyre normale, për të nisur rrugtimin e tyre normal, për të nisur momentet e tyre me shumë dashuri, Gjesti dhe Rozana do t'jenë shumë afër vetes dhe nuk do të kenë më ballafaqime të këtilla që në fakt i kanë, sepse Rozana këtë ka pikë të dobët që e do Gjestin për vete, nuk e do Gjestin me Gertën. Mendoj që kjo është arsyeja pse Rozanën edhe Gjestin e çon deri në kaq zënka të mëdha. Ne do takohemi sërish së bashku, ju jepni mendimin për këtë komentim që unë bëra, si e shikoni ju marrëdhënien e Gjestit edhe të Rozanës në këtë pikë të lojës dhe këtë acar, edhe pse unë kështu e kuptoj, Rozana e do shumë Gjestin dhe i pëlqen shoqëria me Gjestin, por doja të marr mendimin tuaj.